Faleminderit për pjesëmarrjen. I nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave profesor Skënder Gjinushi, e nderuar profesor Eglantina Kalluçi, dekane e Fakultetit të Shkencave të Natyrës Universitetit të Tiranës, të nderuar të ftuar nga Universiteti i Tetovës dhe Ekol Politeknik i Francës, profesor Charlot dhe profesor Yusufi, të nderuar akademik, profesor, student, faleminderit për pjesëmarrjen, edhe desha t'ju them që 4 librat, Oltej pas ka hequr. 4 librat që ishin të projektuar, edhe që i pat në fakt edhe në hyrjen e sallës, u bën arsyeja për t'u mbledhur sot në nderim të fizikës, shkencës që shkon nga gigabota në grimcat elementare, si dhe të njërit prej personaliteteve më të rëndësishme që e kanë zhvilluar e mbajtur gjallë në vendin tonë, profesor Recep Mejdani. Vetë profesor Recepi nuk ndihet mirë të flasin për të. Ai ka dëshirë të flasin vetëm për fizikën, shkencën që e ka shoqëruar në gjithë jetën, e ka ditur t'ia trashëgojë në mënyrën më të mirë studentëve të tij. Mirë po ne, studentët dhe kolegët e tij, kemi dëshirë të flasim edhe për të. Kështu, menduam të integrojmë të dyja këto qasje në këtë konferencë, ku ju kemi mirëpritur ju, kemi mirëpritur folësit e ftuar, që do të shpalosin para jush pjesë nga kjo shkencë, dhe besojmë se në dalje do t'jeni më të ndihshëm ndaj fizikës dhe personaliteteve të saj në Shqipëri, ku profesor Mejdani ka zënë prej kohësh vendin e lartë që i takon. Po ja lë radhën përshëndetjes nga profesor Skënder Gjinushi, pastaj do t'jetë profesor Egla që do të përshëndes nga Fakulteti i Shkencave dhe vijojmë programin. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, akademik, antar të Institutit Kombëtar të Fizikës, Komision Fizik Kimis, koleg dhe student, profesor Mejdani. Kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen dhe t'ju përshëndes në emër të Akademisë Shkencave në këtë aktivitet promovues të botimeve më të fundit, por jo të fundit, të profesor Mejdani. Në mënyrë të veçantë, përshëndes organizatorët e këtij aktiviteti për iniciativën, pasi në këtë drejtim kemi mjaft borxhe ndaj anëtarëve tanë tërësi dhe profesorit në veçantë. Një nga misionet e kësaj asambleje është dhe promovimi i figura kryesore akademike, të jetës dhe veprimtarisë tyre, kjo jo vetëm si detyrim për të evidentuar dhe përvlerësuar kontributin e tyre, por edhe sepse brezat e rinj ka nevojë për modele për të ndjekur në fillimin e rrugëtimit tyre drejt dijes. Veçanërisht kjo vlen dhe duhet për shkencat e natyrës, për të cilat sot përjetojnë një kontrast deri të dhimbshëm, në një anë të rinj prekin dhe përfitojnë gjithnjëherë shumë jetën e përditshme, arritjet e tyre, pra të shkenca e natyrës, të shprehura nëpërmjet teknologjive të reja, që kulmojnë me inteligjencë artificiale apo pushtimin e hapësirës, duke kuptuar gjithnjë më shumë nevojën dhe domosdoshmërinë për zhvillimin e mëtejshëm tyre, dhe në ana tjetër shihet ulje interesit të të rinjve për t'ju përkushtuar këtyre shkencave, si pasprije dhe talentit të joshur në tundimi për një jetë më të lehtë në dukje. Dhe akademia dhe mjedisi akademik ka modele për t'i afruar brezave pasus. Traditat e ne, përveç specifikat të shkencave albanologjike dhe rëndësinë e veçantë që kanë ato për vendin tonë, ka bërë që me drejt të krenohemi dhe të evidentojmë vazhdimsi figura si ajo Çabet, Giovanni, Domit, Demira Gjusi, apo të Budës Frashit në histori, apo të Selimit Islamit, prendit në arkeologji, ku kontributet janë edhe më të prekshme për vetë natyrën e tyre, si nga mjediset akademike edhe nga perceptimi popullor. Por pa detyrim kemi për të evidentuar edhe figura në shkenca dhe fushat e tjera natyrore dhe inxhinierike, përfshirë ato fondamentale, të cilat janë më larg nga jeta e përditshme, por me efekte
nafa gjatë, si për shkencën, ashtu dhe për formimin e specialistëve të rinj në nivelin e kohës. Dhe këtu pa dyshim një model për të ndjekur është dhe veprimtaria e profesor Mejdanit, si akademik, fizikant, pedagog dhe figure personalitet publik dhe politik. E shpreh kjo nëpërmjet një numri të gjerë botimesh që në ato të mirëfillta shkencore deri te ato publicistike. Po një vend veçantë zën libra dhe monografit e karakter shkencor a filozofiko-shkencor, siç janë 4 titujt që promovohen sot. Botimet tilla kanë ndikim të drejtë për drejtë për t'i tërhequr të rinjt në botën e fizikës. Personalisht desh kam rënë viktim dikur e botimeve të ngjashme, atëherë në rinin ton kishte mjaft botime për energjinë përtamore, për çiftet Curie, radioaktivitetin, teorinë dhe trenin e Einsteinit, e prej tyre desh zgjodha fizikën. Me siguri botimet e profesorit do ndikojnë të rinj, por këtë radhë për mos rënë viktim duke mos zgjedhur fizikën. Si dhe të kërkuesit e rinj dhe pedagog të rinj për të orientuar më mirë në botën e fizikës moderne. Nuk dua t'i zë vëndin Floranit që do flasë për figurën e profesorit, por do të theksoja një tipar të veçantë të modelit Mejdani në fizik dhe politik. Ai është shembull për të ndjekur jo vetëm si fizikant i suksesshëm i nivelit kohës, si pedagog shembullor dhe korrekt, por sidomos për rigorozitetin absolut në tërë sjelljen e tij. Kundryshe na fizikantën tërësi që bëjnë parafrime dhe kur s'duhet, Rexhepi ka gjithnjë një rigorozitet matematik në vendimarrje. Madje edhe në politik, ndërkohë që politikanët shpesh për të përdorur një batut i parafrojnë gjërat deri në afërsinë e të kundërtës. Ky rigorozitet e ndihmoi atë që edhe si president të luajë rolin e dur në disa nga momentet më kritike për vendin, si në vitin 98 apo 99, kur nuk pranoi zgjidhje sipas parafrimeve të politikës, duke imponuar zgjidhjen e dur. Të vlen të theksojmë gjithashtu se angazhimi politik i Rexhepit dhe vetë zgjedhja për të qëndruar në Shqipëri ishin zgjedhje jo të marra për përfitime apo nga mungesa e ofertës për të shkuar jashtë, por zgjedhje në përgjigje dilemës se çdo ndodhte nëse të gjithë të shkolluarit, aq më tepër të specializuarit jashtë vendit, do zgjidhnin të largoheshin. Dileme e cila përbën një sfidë të shoqërisë sonë edhe sot. Së fundi, më lejoni të falenderoj edhe një herë profesorit për këtë kontribut të ri, duke uruar që këto botime dhe modeli i tij të shërbejnë me vazhdimsi për të frenuar largimin e trurit nga Shqipëria dhe rritjen e interesit për fizikën në brezat e rinj. Faleminderit. Mirëmëngjes, të nderuar koleg, i nderuar profesor Gjinushi, kryetari i Akademisë së Shkencave, të nderuar profesor, koleg, të ftuar, student dhe miq. Është nder dhe kënaqësi për mua që të përshëndes konferencën shkencore nga gigabota tek grincat elementare. Gjithçka lëviz dhe vetë organizohet. Kjo është fizika. Dhe në të njëjtën kohë kemi nderin që të përurojmë dhe botimin e kolanës së librave nga akademiku profesor Dr. Rexhep Mejdani. Në fakt do doja t'i përmendja titujt e këtyre botimeve, pasi janë vërtet thelb dhe thelbësore në këtë konferencë, siç është universi, përbërja dhe evolucioni i tij. Kategoria e materjes në fizik, kategoria e hapësirës dhe e kohës, kategoria e lëvizjes, pra elemente fundamentale në fushën e fizikës. Botime të cilat jo vetëm pasurojnë zhanrin e botimeve shkencore në fushën e fizikës, por edhe në të njëjtën kohë inkurajojnë lexuesin kureshtar dhe dashamirës të shkencës dhe sidomos ato të fizikës. Dua të falenderoj Akademinë e Shkencave të Shqipërisë për realizimin e këtij aktiviteti, si dhe në veçanti kolegët e Departamentit të Fizikës të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, që pavarësisht kohës në të cilën vëmendja jo vetëm në vendin tonë, por në mbar arenën botërore është e fokusuar drejt inteligjencës artificiale, ato përsëri gjejnë mundësinë dhe krijojnë
krijojnë mundësi që të kthehet vëmendja në shkencat fundamentale dhe që të edukojnë brezat e ardhshëm të rinj, të nxisin kuriozitetin dhe fokusimin ndaj saj. Unë dua të ndaj me ju një eksperiencë personale gjatë kohës që isha studente e matematikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Për gjatë vitit të parë dhe vitit të dytë zhvillonin vetëm lëndë në disiplinat e matematikës. Dhe në fakt e ndjeja veten pak pezull sa i takon analizës së grupeve, teorisë së fushave, pikave fikse, gjeometrisë diferenciale. Dhe në fakt, kur erdhi lënda e fizikës, e cila zhvillohej për gjatë gjithë vitit akademik, më zhdukur vetja sikur ula me këmbë në tokë. E pra fizika është ajo që të ul dhe të bën të kuptosh atë që është realiteti në cilin ne jetojmë. Në fakt, Nietzsche përdor ndër thënjet e tij, një filozof që të gjithë e njohim, nuk merret në konsiderat asgjë që nuk njihet mirë dhe pa diskutim kjo njohje vjen pasi kemi formuar kompetenca të forta në fushën e fizikës. Në fakt, besoj këtu kemi edhe student, të cilët jam e sigurt apo mësues dhe akademik që sot janë bërë kureshtar dhe përdorin inteligjencën artificiale, platforma të ndryshme. Përgjithsisht përgjigjet janë të vinë në formë narrative, por gjithmonë duke shkruar me shkrim të vogël, por në të gjatë të saj. Ju lutem, kjo nuk është inteligjencë artificiale, jo inteligjencë humane. Pra, sot flitet përveç inteligjencës artificiale, flitet mjaft për quantum computing, e cila jam e sigurt që do të pasojë një tjetër revolucion të ri digital në mbar arenën botërore. Por ama, ne nuk duhet harrojmë që në fakt kjo quantum computing vjen 100 vjet pasi ka filluar quantum mechanics, pra baza e saj qëndron në atë që është sot njihet ndryshe fizika. Einsteini nuk studioi me teleskop me rezolucion të lartë apo të kohës së fundit, por ai me sy të lirë dhe me një mendje të mprehtë u përpoq dhe solli para nesh vërtetime rigoroze matematikore. Pra, fizika apo dhe matematika, shkencat fundamentale në përgjithësi na aftësojnë të shohim realitetin me syrin e mendjes. E pra jo më kot, unë i përmenda të gjithë këto fakte për të sjellë dhe për të thënë që evolucioni dhe inovacioni i kanë themelet në shkencat fundamentale dhe ajo që na ngelet si detyrë të gjithë ne të bashku është të nxisim rinin të formoj dhe të forcoj kompetenca fundamentale. Në fizik do të thoja me qenë se sot është konferenca e fizikës, por dhe jo vetëm në matematik, biologji apo dhe kimi. Unë dua të falenderoj profesor Rexhepin që vijon të jap kontributin në shkencën e fizikës dhe do t'ju uroja të gjithë kolegëve të mi dhe të ftuarve një konferencë të mbarë dhe shkëmbim informacioni dhe burimesh të tjera. Faleminderit dhe ditë të mbarë. Mendova që mos dalë që të prezentoj, po radhën e ka profesor Florian Vila, akademik, koleg qysh në rinin e hershme me profesor Rexhepin, ai kishte dëshirë që të bënte një prezantim me rreth personalitetit të profesor Rexhep Mejdani. Urdhroni, profesor Florian. I nderuar akademik Gjinushi, kryetari i Akademisë Shkencave, e nderuar profesore Enjëllisha Kalushi, dekan e fakultetit, të nderuar profesor të ftuar, të nderuar pjesëmarrës. Profesor Mejdani, personalitet akademik dhe shtetëror. Edukimi dhe aktiviteti akademik shkencor. Profesor Mejdani, për të cilin jemi mbledhur sot, për t'i promovuar kolanën e librave, mbasi mbaroi me rezultate të shkëlqyera shkollën e mesme, dhe me po të njëjtin mënyrë mbaroi dhe studimet universitare në degën e fizikës, Fakultetit Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës, dhe u mbajt direkt në fakultet. Ai përket atij brezi kuadrosh të shkencave të eksakte, që edukimin pas universitar dhe doktoraturën i kryen me sukses në vendet zhvilluara të Evropës perëndimore, duke nderuar në këtë mënyrë
edhe shkollimin universitar shqiptar. Konkretisht, studimet pas universitare, diploma e studimeve të thelluara, fizika e trupit ngurt, atestacioni, studimet të thelluara, spektrometria, i kreu në Francë, në Universitetin e Kanës, ndërsa doktoratën e ciklit të tretë në fizikën e trupit ngurt, 1973-1976, në Universitetin Paris 11 Orsay. Në jetën profesionale si fizikan, ai ka fituar gjitha gradat shkencore dhe titujt akademik të mundshëm, që nga kandidati i shkencave deri në akademik emeritus. Kontributi i tij si pedagog është mjaft i rëndësishëm në zhvillimin e procesit mësimor dhe të veprimtarisë shkencore në disiplinat themelore të fizikës, sidomos në fushën e fizikës teorike, mekanikës kuantike, fizikës statistike, fizikës së trupit ngurt e të tjerë, si në aspektin universitar, ashtu dhe në atë pas universitar. Ai ka gjithashtu një kontribut afro 15 vjeçar në leksione apo cikël leksionesh dhe përvoja të tjera referimi, edhe në universitetet dhe institucione të njohura të larta, brenda dhe jashtë vendit, ndër të cilat po përmend si bashkëpunëtor shkencor, shkencëtar, profesor apo lektor i ftuar, Qendrën e Studimeve të Bërthamore Saclay, Francë, Qendrën Ndërkombëtare të Fizikës Teorike, Trieste, Itali, Universiteti i Zigenit dhe Bohumit, Gjermani, Universiteti i Selanikut, Greqi, Universiteti i Portsmouthit, në Mbretërinë e Bashkuar, në Shkollën Kennedy, Harvard, Boston, USA e tjerë. Një kontribut tjetër i tij është angazhimi në shumë grupe pune, komisione, këshilla akademike shkencore, struktura apo organizma të ndryshme për çështjet e edukimit universitar, kualifikimit universitar dhe pas universitar, reformës së shkollës së lartë apo kërkimit shkencor, demokratizimit të sistemit të edukimit e të tjerë. I madh roli i tij në anëtarësimin dhe detyrat akademike e profesionale. Antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë së Veriut, përgjegjës i katedrës fizikës teorike dhe dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, kryeredaktor i Buletinit të Shkencave Natyrore, antar i redaksisë Fizika Ballkanika dhe Balkan Physics Letter 1987-1996, antar i Komitetit Ekzekutiv të Bashkimit Ballkanik të Fizikës 1987-1996, koordinator i Institutit Fizikës Trupit Ngurt në Selanik, Greqi, koordinator lokal i projektit Tempos mbi zhvillimin, kryetari i Komisionit Posaçëm të mbrojtjes së disertacioneve të fizikës, kryetari i bordit të Institutit Kombëtar të Fizikës etj. Botime shkencore. Profesor Mejdani ka një aktivitet shumë të madh botues. Punime artikuj shkencor të botuara jashtë shtetit, hartuara në periudhën 1976-1996. Profesor Mejdani jashtë shtetit në Francë, Gjermani, Itali, Angli, SBA, Holland, Turqi, Kinë, Hungari etj. Ka botuar në anglisht dhe frëngjisht 34 artikuj shkencor, si dhe disa punime të tjera në trajt memuari, disertacioni ose raporti. Këtu e vlen theksohet se ai ka botuar artikullin e parë shkencor jashtë shtetit në vitin 1976, në kohën kur punonte për doktoraturën e ciklit të tretë në Francë, i cilin e mbrojti në Universitetin Paris 11, i njohur për kërkimet në shkencat dhe matematikë. Në atë punim, ai propozonte modelin e gazit rrjet, të elipsoideve me simetri boshtore, si një model i përshtatshëm për një bashkësi molekulash që shfaq tranzicione fazore orientuese. Me këtë model, ndërmjet të tjerave, ai arriti të japë dhe një studim të plot të një bashkëveprimi tensorial të rangut 4, i cili përmbante disa veti të veçanta. Në po atë vit, 1976, u botua dhe disertacioni i tij, studimi teorik i tranzicioneve të një bashkësie elipsoidesh vendosur në nyjet e një rrjeti tridimensional. Sistemi propozuar, ansambli i molekulave të elipsoidale, të shpërndarë në nyjet e një rrjete të thjesht kubike, dhe që bashkëveprojnë midis tyre, shpjegonte në mënyrë të kënaqshme një numër faktesh eksperimentale dhe parashikonte disa fakte akoma të pagrojtuara në kristalet e lëngta dhe në disa kristale molekular, si hidrogjeni ngurt. Me gjithë rezultatet e mira të arritura, me anë të modelit shqyrtuar, autori vetë propozoi dhe disa vretje që duhet të merreshin parasysh në studimet e ardhshme. Disertacioni u botua në Qendrën e Kërkimeve Bërthamore në Saclay. Tani është qendra më e madhe e kërkimeve kërkimore e Komisionit Francez të Energjive Alternative dhe Energjisë Atomike për kërkime bërthamore fondamentale dhe teknologji pranë Universitetit Paris Saclay, më parë Paris 11 Orsay. Gjithashtu, mbas studimeve të pasuniversitare dhe kthimit në fakultet, ai vazhdoi me pasion kërkimin shkencor në fizikën e trupit ngurt dhe mbas ndrimit të sistemit, ishte përsëri i pari që botoi jashtë shtetit 2 artikuj në vitin 1991 dhe që pastaj u pasua nga një varg artikuj tjerë. Punime shkencore të botuara brenda vendit. Monografi
tekste të nivelit pas-universitar, hartuar në periudhën 1981-2025, Jeseja 20, nga të cilat vetëm 3 me bashkautor. Në këtë numër përfshihen dhe 4 librat që do diskutohen sot. Dëshiroj që në këtë rubrikë të ndalem pak, mbasi mendoj që pikërisht monografit dhe tekstet pas-universitare kanë qenë, ndoshta, pasioni më i madh i shkrimit profesor Mejdanit. Aty ai ka trajtuar koncepte dhe probleme kardinale të fizikës dhe madje disa prej tyre dhe i ka rimarrë më vonë në nivel më të lartë përgjithësues bashkëkohor. Ndoshta këto rimarrje dhe mund vazhdojnë. Po përmend vetëm disa prej tyre. Fizika e metaleve 1, 1979, fizika e metaleve 2, 1983. Studimet pas-universitare në fizikën e metaleve janë thelbësore për specializimin në vetisë strukturore, mekanike dhe elektronike të materialeve që mbështesin teknologjinë moderne. Një diplomë masteri ose doktorature në këtë fushë ofron një uri të thella teorike, teknikat avancuara të karakterizimit dhe përvojë kërkimore të nevojshme për rolet nivelit lartë në kërkim zhvillim në industri, të tilla si hapësira ajrore, automobilistika, energjia dhe nanoteknologjia. Bazat teorike konceptuale të fizikës, 1997. Studimet në bazat teorike konceptuale të fizikës janë shumë të rëndësishme, madje dhe kritike, sepse ato shqyrtojnë ligjet, parimet dhe përkufizimet themelore që qeverisin universin në vend që të zgjidhin problemet numerike. Kjo fushë rishikon konceptet thelbësore të materjes, energjisë, hapësirës dhe kohës, duke lejuar shkencëtarëve të identifikojnë kontradiktat në teoritë aktuale dhe të propozojnë korniza të reja për të shpjeguar fenomenet natyrore. A është deterministe teoria kuantike? Debat filozofiko-shkencor 2007. Problemi i determinizmit dhe mekanikës kuantike është një gur themeli i fizikës moderne, duke përfaqësuar konfliktin themelor midis pikpamjes deterministe shkaksore të mekanikës klasike dhe natyrës probabilistike të botës mikroskopike. Rëndësia e këtij problemi qëndron në ndikimin e tij në kuptimin tonë të shkaksisë, natyrës së realitetit, aftësisë për të parashikuar rezultatet fizike dhe bazat e teknologjive të së ardhmes. Mbi ndërtimin e botës 2016. Në shekuj, duke studiuar botën, dietarët kanë shtruar 2 pyetje thelbësore dhe janë përpjekur në vazhdimsi për të gjetur përgjigje ndaj tyre. Në një trajtim të thjeshtuar, ato janë: e para, cili është ndërtimi i botës rrethuese, cilët janë pjesët përbërëse, qerpiçet elementar të saj, dhe e dyta, si mbahen të lidhur në thonjza kjo fjalë midis tyre këta qerpiç ose pjesë përbërëse. Siç thot vetë autori, citoj: në gjetjen e përgjigjeve, pra dhe në procesin përkatës të njohjes, vrojtimi, studimi e kërkimi mbulon një interval të madh kohe. Në këtë realitet mjaft të shtrirë hapësinor kohor dhe shkallë të lartë pashtershmërie e ndryshueshmërie, llojshmërie e ndërlikueshmërie, synim madhor është njohja apo të kuptuarit e përbërjes dhe ndryshimit botës rreth nesh, e vetë zhvillimit të ngjarjeve në univers, pra dhe të krijuarit e një pikpamje shkencore mbi botën, me objektiv kryesor përdorimin dhe shfrytëzimin praktik sa njohje. Mbyllet citimi. Ky libër i kushtohet Einsteinit dhe veprës së tij me rastin e 100 vjetorit krijimit të teorisë së përgjithshme të relativitetit, në të cilën ai publikoi ekuacionet e fushës për shpjegimin e dukurive të ndryshme të lidhura me gravitetin. Ide qendrore e saj mbetet fakti që hapësira dhe koha janë dinamike dhe të lidhura ngushësisht me materien, praninë e saj. Të vërtetat dhe të fshehtat e entropisë 2006. Entropia, rregulli e kaosi, informacioni e evolucioni 2017. Entropia, një koncept shkencor themelor i preferuar i profesor Mejdanit, ka gjetur zbatime të gjera në kimi dhe fizik, në sistemet biologjike dhe lidhjen e tyre me jetën, në kozmologji dhe ekonomi. Studimi i vërtetave dhe të fshehtave të entropisë është themelor për shkencën moderne, sepse ai ndërton një urë lidhëse midis ligjeve fizike termodinamike, teorisë informacionit dhe drejtimit filozofik të kohës. Ndërsa studimi, entropia, rregulli e kaosi, informacioni e evolucioni është i rëndësishëm, mbasi lidh hondekun midis shkencave të fizike dhe evolucionit biologjik dhe shfryton se si rendi kompleks lind nga kaosi termodinamik, duke përdorur paradigmat e Einsteinit dhe shkencën moderne për të sugjeruar një pamje të unifikuar të kompleksitetit natyror. Mekanika kuantike, një paradigmë shekullore, shkencore, filozofike dhe teknologjike, 2025. Ky libër është botuar në vitin 2025, të cilin Asambleja e Përgjithshme e OKB-s e shpalli si viti ndërkombëtar i shkencës dhe teknologjisë kuantike, mbasi koincidonte me 100 vjetorin e zhvillimeve fillestare të mekanikës kuantike, 1925.
Qëllimi themelor i kësaj iniciative, mbar botërore, në atë vit, ishte që me aktivitetet e zhvilluara në të gjitha nivelet të synojë rritja e ndërgjegjësimit publik për rëndësinë e shkencës dhe aplikimeve kuantike. Dhe profesor Mejdani ju përgjigj shumë bukur se thirrje me këtë botim për mekanikën kuantike, një ndër fushat kryesore të fizikës, që jo vetëm ka një ndikim të thellë në njohjen e botës rreth nesh, në të kuptuarit e vetë universit, por dhe në krijimin e teknologjive të reja që kanë ndikuar në jetën tonë të përditshme. Sikundër thotë dhe vetë autori, citoj, duke konsideruar një vit jubilar tepër të veçantë për fizikën, pedagogët, mësuesit e studentët e fizikës, mendova të jap dhe unë një kontribut modest duke përgatitur një material të veçantë për mekanikën kuantike, disi të ndryshëm nga botimet e tjera, përfshirë dhe ato mësimore. Shpresoj që një botim i tillë të rezultojë i dobishëm. Tekstet të nivelit universitar, të hartuar në periudhën 1971-2009, gjithsej 16, ndër të cilat në 4 është autori vetëm. Këtu është e nevojshme të theksoj se një pjesë mirë e këtyre teksteve kanë luajtur një rol të rëndësishëm në modernizimin e procesit mësimor, mbasi janë shkruar në një kohë kur ka qenë problem themelor shkëputja nga skemat tradicionale dhe kalimi në nivele bashkëkohore të shkollimit universitar. Për ilustrim po marr vetëm 2 prej tyre. Fizika statistike dhe termodinamika 1, 1985, fizika statistike dhe termodinamika 2, 1987. Studimi i fizikës statistikore dhe termodinamikës është thelbësor, sepse ofron parimet themelore dhe modelet mikroskopike të nevojshme për të kuptuar dhe nxjerrë sjellje makroskopike të tilla si temperatura, presioni dhe entropia, ndërsa termodinamika klasike përshkruan sistemet makroskopike duke përdorur ligje eksperimentale dhe empirike. Fizika statistike vepron si urë lidhëse që lidh këto makroveti me dinamikën themelore kuantike ose klasike të atomeve dhe molekulave. Fizika moderne, 2009. Fizika moderne është kur themeli i shkencës së shekullit 21, duke zhvendosur kuptimin themelor të universit nga modeli determinist mekanik i mekanikës klasike në një realitet probabilistik në shkallë atomike. Është thelbësore për studimin e materies dhe energjisë në nivele atomike dhe nënatomike, duke siguruar bazën teorike për pothuajse të gjithë teknologjinë moderne të përparuar. Tekste për shkollën e mesme, broshura shkencore popullore, disertacione, autoreferate, raporte shkencore dhe teknike, të hartuar në periudhën 1971-1996. Është angazhuar gjerësisht së bashku me një grup autorësh në hartimin e teksteve në shkollën e mesme për ngritjen e nivelit fizikës në një etapë të rëndësishme të shkollimit të vendit. Ka hartuar broshura shkencore popullore, duke u ndalur dhe këtu në koncepte themelore, madje për ta tërhequr lexuesin edhe në nivel bashkëkohor, ndërsa në periudhën 1988-1996 edhe disa raporte teknike. Në vitin 1977 u botuan në Shqip disertacioni studimi një ansambli molekulesh elipsoidale të lokalizuar në nyjet e një rrjete hapësinore, i mbrojtur nga profesor Mejdani në Francë, që u ekuivalentua me gradën shkencore kandidati shkencave fizike. Ndërsa më vonë, në Shqipëri, ai përgatiti një disertacion të dytë për gradën doktor me temë studime teoriko-eksperimentale mbi mjediset e gasave dhe të kondensuara, të cilën e mbrojti me sukses në vitin 1983, që është dhe viti i botimit të tij. Në këtë disertacion të dytë, përfshihen studime me karakter teorik dhe eksperimental, të veçuara apo të ndërthuara mbi gazet dhe lëndjet e zakonshme, kristalet molekular dhe lëndjet kristalin apo kristalet e lëngta, mbi disa metale, lidhjet dhe lodhjet e tyre, ferromagnetike jo ferromagnetike, mbi disa materiale gjysmëpërsjellëse, si dhe mbi gjendjen qelqore të lëndës. Kryerja e këtyre studimeve ka rëndësi jo vetëm në kuptimin e mirëfillt shkencor, teorik, por dhe në kuptimin praktik në mënyrë të veçantë për studimet mbi metalet dhe lidhjet e tyre, në të cilat jepen apo përpunohen më tej procedura për vlerësimin e parametrave të përpunimit mekanik dhe termik. Artikuj shkencor në Shqip, të hartuar në periudhën 1971-1989, gjithsej 39, nga të cilët 17 me bashkautor. Këtu përsëri ndihet nevojshme të theksoj se një pjesë e këtyre artikujve i përkasin kohës kur filloi kualifikimi pas universitar dhe pasqyrojnë kontributin shumë të rëndësishëm të dhënë nga profesor Mejdani, kryesisht në drejtim të fizikës trupit ngurtë në periudhën e parë të udhëheqjes dhe mbrojtjes së doktoraturave, që për shumë arsye në shkencat eksakte, matematike dhe fizike ka qenë një proces i vështirë. Leksionet shkruaren për kualifikimin pas universitar dhe universitar, gjithsej 13, Shqip të hartuar në periudhën 1977-1988, nëse anglisht në periudhën 2003-2015. Me leksionet shkruar, profesor Mejdani ka dhënë një ndihmë të madhe në disa drejtime, si për shkollimin pas universitar të doktorandëve,
për kursin pas universitar të mësuesve fizikës, për atestimin dhe kualifikimin e mësuesve fizikës, për plotësimin e tekseve universitare, fizika statistike dhe termodinamika 1979 dhe fizika e trupit ngurë 1979. Për aktimin e 2 dispensave, fizika teorike 1, mekanika kuantike dhe elektrodinamika 1986 dhe fizika teorike 2, mekanika kuantike dhe fizika statistike 1986 e tjerë. Udhëheqje, ka 10 udhëheqje, diplomash dhe disertacionesh. Nderime akademike, si rezultati kontributit të madh mësimor, shkencor dhe administrativ në shkollën e lartë, profesor Mejdani ka marrë shumë nderime akademike. Nderime shkencore universitare, honoris causa, ndër të cilat po përmend ato nga Universiteti Teknik i Stambollit, Turqi, Universiteti Aristotelit i Selanikut, Greqi, Universiteti i Sofjes, Bullgari, Universiteti Amerikan i Romës, Itali, Universiteti i Bridgefordit, SBA, Universiteti i Portsmouthit, Angli, gjithsej e tjerë, gjithsej 9, të cilat fillojnë që nga viti 1998 deri në 2025. Nderime tjera akademike, urdhën e infrashtë dhe çmimi i Republikës, si dhe çmime, medalje, falënderime akademike dhe mirënjohje nga universitetet e vendeve të huaja, SBA 2, Republika Çeke, Kanada e tjerë, gjithsej më shumë se 10, të cilat fillojnë nga viti 1981 deri në 2021. Aktiviteti politik, publik dhe shoqëror. Profesor Mejdani është një figurë intelektuale që ka lënë gjumë vetjake cilësore në të gjithë stadiet e jetës, në të gjitha kohrat shoqërore dhe stinët politike, në fushformimin e tij dhe detyrat publike që ka kryer, duke ndërthuar në mënyrë organike personalitetin shkencor me staturën e lartë zyrtarit publik të shtetit. Ai ka dhe një aktivitet të rëndësishëm politik, publik dhe shoqëror. Aktivitet politik institucional që kulmon me postin e lartë presidentit të Republikës së Shqipërisë. Detyrë e kryer me sukses, maturi dhe ekuilibër në vitet e vështira të tranzicionit 1997-2002. Veprimtaria publike shoqërore brenda dhe jashtë vendit. Kjo veprimtari e profesor Mejdanit është tepër e larmishme. Mbasi ai në periudhën kohore 1986-2026, dhe në fakt nuk e di se sa do të vazhdoj, ka qenë dhe është i angazhuar në pozicione antar, kryetar, kryeredaktor, bashkëdrejtues, ambasador nderi dhe antar nderi në 19 institucione dhe organizma të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, ndër të cilat po përmend: antar i Komitetit Shqiptar për Mirëkuptimin dhe Bashkëpunimin Ballkan, Shqipëri 1988-1990, kryetari i Bordit të Qendrës Shqiptare për Drejtat e Njeriut, Shqipëri 1994-1996, ambasador nderi i objektivave të mijëvjeçarit Millennium të OKB-s së Shqipëri 2003, antar i Klubit Madridit, Spanjë 2003-2026 dhe në periudhën 2004-2006 dhe antar i Komitetit Ekzekutiv të tij, Selia Madrid, antar i Bordit Këshillmor të Institutit për Diplomaci Kulturore, Berlin, Gjermani 2011-2015, antar i Qendrës Ndërkombëtare Nizami Ganjavi, Azerbajxhan, që nga 2014, antar i Bordit të Administrimit Biblioteka Aleksandrisë, Egjipt 2016-2026. E ndjejt nevojshme të komentoj pak për disa për institucioneve dhe organizmeve që përmenda. Instituti për Diplomaci Kulturore në Berlin, Gjermani, është një organizat jo fitimpruese dhe jo qeveritare, e themeluar në vitin 1999, që promovon paqen globale, marrëdhëniet ndërkulturore dhe ta shoqëruar fuqinë e butë. Ai vepron si një platformë globale për dialog, duke bashkuar ekspert profesionist, politikan dhe akademik për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar. Fuqia e butë e promovuar nga Instituti për Diplomaci Kulturore i referohet aftësisë së një vendi për të ndikuar në marrëdhëniet ndërkombëtare përmes tërheqjes, bindjes dhe vlerave të përbashkëta në vend të shtrëngimit ose forcës ushtarake. Ajo përqendrohet në shfrytëzimin e aseteve kulturore, arsimit, artit dhe trashëgimisë për të ndërtuar perceptime pozitive globale dhe për të nxitur mirëkuptimin. Qendra Ndërkombëtare Nizami Ganjavi është një organizatë kulturore jo politike me selinë Baku, e themeluar në vitin 2012 për të promovuar të nxënën, tolerancën, dialogun dhe mirëkuptimin. Ajo organizon forumin global vjetor të Bakus, duke bashkuar ish udhëheqës botror dhe aktual, laureat çmimit Nobel dhe ekspert për të diskutuar sfidat globale dhe për të lehtësuar zgjidhjet paqësore. Biblioteka Aleksandrisë në Egjipt ka qenë biblioteka më e madhe dhe më domethënëse antikitetit klasik, e themeluar në shekullin e 3 para Krishtit, që ka disponuar qindra mijëra dorëshkrime që paraqisin letërsi greke, persiane dhe indiane. Klubi Madridit, forumi më i madh në botë i krerëve të shteteve dhe qeverive,
në përbërjen e cilit ka dhe 5 laureat të çmimit Nobel për paqen. Është një organizatë e pavarur, jo partijake dhe jo fitimprurse, e krijuar për të promovuar demokracinë dhe ndryshimin në bashkësinë ndërkombëtare. Ndër qëllimet e saj kryesore janë forcimi i institucioneve demokratike dhe këshillimi mbi zgjidhjet e konflikteve politike. Ndërsa për nivelin e antarëve të klubit, për ilustrim, po marr një emër, që madje është emër i njohur në Shqipëri. Ai është Javier Solana. Pasi shërbeu në qeverinë spanjolle si ministri i punëve të jashtme, u emërua dhe në disa poste të tjera të larta në Bashkimin Evropian, ndërmjet të tjerave dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, 1995-1999. Ka qenë pikërisht ai që 23 mars 1999, në postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, të udhëhequr aleancën gjatë operacionit forcave të aleate, i kishte dhënë udhëzimet komandantit suprem, generalit ushtrisë amerikane Wesley Clark, për të filluar operacionet ajrore për ndaluar katastrofën humanitare në Kosovë. Javier Solana, përpara karrierës së tij të shquar në politikë dhe diplomaci, ka qenë fizikan dhe kërkimin e tij shkencor në fizikë e kishte përqendruar në fizikën e trupit ngurtë. Botime politike publicistike. Profesor Mejdani ka një numër të madh botimesh politike publicistike, artikuj publicistik, shoqëror, politik e biografik, intervista, fjalime, analiza, botime me grup autorësh dhe botime në buletinet e revista në shqip apo në gjuhë huaj, përkthime e të tjerë, referate dhe kumtesa. Jashtë vendit, një numër i madh referimesh e kumtesash shkencore apo me problematika politike, sociale, leksione të ndryshme e tjerë në qendra, konferenca apo takime ndërkombëtare, në më shumë se 28 shtete të botës, si në Francë, Itali, Angli, SBA, Gjermani, Zvicër, Greqi, Turqi, Spanjë, Japoni, Kore e Jugut, Argentinë, Uruguay, Indi, Egjipt, Belgjik, Katar, Iran, Emiratet e Bashkuara, etj. Brenda vendit, një numër i madh referimesh në konferenca dhe aktivitete kombëtare e ndërkombëtare për probleme shoqërore, politike institucionale, e kushtetuese, ekonomike, institucionale, etj. Unë po seleksionoj këtu shumë pak për tyre. Monografi dhe libra në shqip, spanjisht, anglisht e italisht, të hartuar në periudhën 2000-2018, dhe të cilat po përmend Presidenti Mejdani dhe Kosova, 2000, dhe të cilat janë përmbledhur shumë shkrime dhe për problemin e Kosovës dhe zhvillimet tjera në rajon. Politika e morali, shteti, 2003, kontratë me vetveten, 2004, mbiqeverisjen, pjesët 1, 2, 3, 2009-2010, betejë për votën, 2010, rënit e ngritjes së demokracisë, 2011, kurthet e shtetit komb, 2005, politika in vitro, 2006, etj. Botime me grup autorësh dhe botime të tjera në shqip, anglisht, gjermanisht e spanjisht, 18, hartuar në periudhën 2003-2015, të cilat po përmend. Arsimi si një drejtë themelore, botuar në librin vjetor ballkanik i drejtat njeriut, 2003. Tranzicioni në Shqipëri dhe vendet tjera ish socialiste, botuar në Proceedings, Demokracia për shekullin 21, 2015. Botimi i Bibliotekës Aleksandrina, serin e botimeve politike e publicistike po e mbyll me rubrikën Botime në buletine, revista, shqip, frëngjisht dhe anglisht, gjithsej 29, të botuar në periudhën 1999-2025. Unë po përmend vetëm 3 punimet e fundit, të hartuara në maj shtator 2025, rreth një vit më parë, të cilat trajtojnë çështje politiko-shoqërore bashkëkohore. Për një etik të re, në një botë të moderuar nga teknologjia digjitale. Revista Analiza e politikave të globale, Qendra Ndërkombëtare Nizami Ganjad, numri 10, maj 2025. Në këtë artikull, profesor Mejdani përshkruan nevojën për një kornizë të re etike për të menaxhuar ndryshimet shoqërore, të sjelljes dhe të pushtetit, të nxitura nga përparimet e shpejta në teknologjinë digjitale, duke dashur të vënë ndukje shqetësimet kryesore në lidhje me të drejtat digjitale, mbikëqyrjen, inteligjencën artificiale dhe qeverisjen globale të teknologjisë. Zhvillimi i qëndrueshëm dhe diplomacia kulturore, nxitja e partneriteteve globale. Forumi i tretë i diplomacisë kulturore, 22 maj 2025, Shkup. Këtë referim profesor Mejdani e mbajti në ditën e parë të forumit, një konferencë ndërkombëtare e organizuar nga Akademia për Diplomaci Kulturore, dhe të cilin ishin ftuar liderë global për të diskutuar forcimin e institucioneve demokratike dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Forumi theksoi diplomacinë kulturore dhe bashkëpunimin rajonal. Në referim, profesor Mejdani mbështeti ndërthurjen e zhvillimit qëndrueshëm se diplomacisë kulturore për të nxitur partneritete globale, duke theksuar se shkëmbimi kulturor, ruajtja e trashëgimisë dhe arsimi janë mjete thelbësore të fuqisë së butë për promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe arritjen e qëllimeve afatgjata të qëndrueshmërisë. Reforma e OKB-s, roli shteteve të vogla dhe ardhmja e multilateralizmit,
Revista Analizës së Politikave Globale, Qendra Ndërkombëtare Nizami Ganjavi, numri 11, shtator 2025. Me këtë punim, profesor Mejdani shtjellon se si shtetet e vogla mund veprojnë aktivisht për normat ndërkombëtare, duke promovuar veprimet klimatike, paqen dhe zhvillimin e qëndrueshëm, krahas për krahjes që japin për struktura vendimarrëse më gjithëmpërfshirëse, demokratike dhe përfaqësuese të OKB-s. Kjo është një çështje e rëndësishme që 3 ose më shumë kombe të punojnë së bashku për të zgjidhur problemet, për të vendosur standarde ose për të ndjekur qëllimet përbashkëta, bazuar në rregulla ndaj marrëdhënieve ndërkombëtare që japin përparësi diplomacisë, përgjegjësisë së përbashkët dhe veprimit kolektiv mbi politikat unilaterale, por vetëm me Kombet e Bashkuara që veprojnë si furrën kryesor global. Vlerësime është nderuar 22 herë me medalje, falënderime dhe urdhra kombëtare e tjerë nga 11 shtete, ndër të cilat nga disa më shumë se 1 herë, SBA 4, Greqi 3 herë, Rumani 2 herë, si edhe vlerësime tjera. Së fundi shtrohet pyetja. Në një veprimtari promovimi libri, kush mbizetron? Fjalët për librin apo për autorin? Konsensusi modern është të dyja janë pandashme. Megjithatë, një nivel i lartë autorit vepron si një lajmtar për përmbajtjen e librit. Në promovimin e librave shkencor, autori është përgjithsisht më i rëndësishëm se vetë libri. Mbasi reputacioni personal i autorit, i krijuar nga veprimtaria e gjatë kërkimore shkencore botuese e tij, është dhe nxitësi kryesor i vlerësimit të librit në komunitetin akademik dhe shkencor. Një rast të tillë ndodhi në promovimin e sotëm të nderuar pjesëmarrës. Mbasi autori profesor Mejdani është një personalitet shkencor. Faleminderit. Faleminderit profesor Lorani për panoramën e gjërave detajuar të veprës së profesor Mejdanit. Tash ti besoj do kaloj më shumë në fizik. Profesor Mejdani do të flasë për universin, hapësirë kohën, lëvizjen, materje. Përndetje, ndoshta do ndryshojmë një çik tematikën se ajo e Floranit ishte çik post-mortem. Më kam bërë një përmbledhje të shpejtë, të shkurtër për këto 4 librat. Ndoshta për të nxitur edhe auditorin për një lexim të plotësishëm. Natyrisht është një punë e përqendruar para botimit disa vjeçare, por në fakt gjithë këto koncepte unë i kam trajtuar edhe më përpara në shumë vepra që kanë qenë pjesërisht votuar gjatë disa dekada. Ndër këto, në këto 4 libra, është bërë një sintezë e re, shumë e përpunuar, me një shoqërim të trajtimit jo vetëm fizik, por dhe filozofik. Të këtyre koncepteve kryesore që për mendimin tim po bëjnë bazën e jo vetëm fizikës, por edhe të shkencës në përgjithësi. Dhe ky është natyrisht koncepti i materjes. Me të dyja. Jo, dakor. Po dëgjoni më mirë kështu. Po do kemi të dyja. Po rikthehemi ke të dy materialet. Natyrisht që janë kategoritë më të rëndësishme shkencore në gjykimin tim. Janë kategori që kanë pasur peshë ndryshme, edhe për shkencëtar të ndryshëm, natyrisht edhe për filozofë, dhe mund të veçoj këtu
faktin që tek Einsteini, për shembull, kategoria e hapësirë kohës është diçka mbi kategorinë e materjes. Ndërsa në konceptimin tim, natyrisht që është materia kategoria e parë, është ajo që ekziston në hapësirë dhe kohë dhe në lëvizje, dhe ajo dominon kategoritë e tjera. Pavarësisht që dhe Einsteini është ka dhënë dominim kategorisë hapësirë kohë. Në librin e parë, që është Universi, përbërja dhe evolucioni i tij, Universi është gjithçka që ekziston në lëvizje të pandërprerë në hapësirë kohë. Pra, gjithçka që kemi rreth nesh, ky është Universi. Ky univers natyrisht ka disa karakteristika të rëndësishme që është masa dhe energjia, dhe ky univers nuk ka qendër. Përpara mendoheshe që mund të kishte qendër dhe mund të ishte njeriu ajo që përbënte qendrën e universit. Universi nuk ka qendër, ai është praktikisht homogjen dhe izotrop, por njëkohësisht ai rezulton dhe i pafund. Ka gjasa që dhe mund të jetë i fundit, por në modelet tona ai rezulton i pafund. Dhe ky univers është i përjetshëm dhe i pandryshëm, po ai ka një fillim dhe siç duket në disa nga modelet ka edhe një fund. Baza e përgjithshme për studimin e universit në kuptimin makroskopik është teoria e përgjithshme e relativitetit e Einsteinit. Natyrisht që universi ka, me që thash, ka fillimin dhe mendoheshe fillimisht nga Einsteini që ai ishte në tip me një sparapje statu quo. Do të thënë Einsteini në teorinë e tij fillestare e mendonte universin e mendonte pandyshueshëm në kuptimin e shrirjes hapësirore kohore. Ndërkohë që u pa nga zbulimi i Hubble-it që ky univers po zgjerohet. Pra universi zgjerohet. Jo vetëm kaq, ky është i viteve 20-30, zbulimi i Hubble-it, por në vitet 90 u pa që ky univers jo të zgjerohet, po zgjerohet me nxitim. Pra ai zgjerohet duke u përshpejtuar. Dhe natyrisht që Einsteini për të korrigjuar teorinë e tij kur Hubble arriti të zbulojë zgjerimin e universit, futi një konstante që quhet konstantja në ekuacionet e gravitacionit, konstantja kozmologjike, lambda, dhe kjo konstante fillimisht u quajt si gabim nga Einsteini, futja e kësaj konstante, dhe më vonë u pa që kjo konstante kishte një kuptim dhe lidheshe pikërisht me këtë lloj zgjerimit përshpejtuar të universit, dhe sot aktualisht ka dy interpretime kryesore për këtë konstante ose në përgjithësi për zgjerimin e përshpejtuar të universit. Njëri është që universi, meqense ka hapësirë koha edhe në boshllëk ka veti strukturore, dhe këto janë fluktuacionet kuantike ose çiftet e Grimca dhe antigrimca, të cilët lindin dhe zhduken njëra tjetrën, dhe ky lloj vakumi me këto Grimca ka energjinë e vet dhe kjo prodhon atë që quhet energjia e errët sot. Pra që lidhet me vetë pejtimin e universit. Siç thash, universi në fillimin e vet ka pasur një tip singulariteti, atë që quhet Big Bang, pas asaj ka dhe to sekondat e para të këtij zhvillimi janë panjohura, sidomos mendohet që më pak se një sekond ka qenë një zgjerim i shpejtë eksponencial i universit, dhe pas këtyre sekondave teoria jonë fizike fillon të funksionojë. Kurse për pjesën e Big Bangut kjo teori nuk funksionon. Domethënë ne nuk e njohim si ka qenë zhvillimi në periudhën e parë
të krijimit të universit. Natyrisht që ka përpjekje për ta bërë një interpretim teorik nëpërmjet gravitetit kuantik ose teorisë kuantike të gravitetit, por deri më sot nuk është arritur të kjo lloj teori kuantike gravitetit ketë rezultate. Sidoqoftë, periudha e parë, thash, nuk shpjegohet e gjitha, por mas minutave të para dhe deri në 380.000 vjet nga zhvillimi i universit, situata fillon të bëhet shumë e qartë, dilen në 380 vjet më parë nga fillimi janë krijuar strukturat atomike, pra në fillim kishim një tip skume atomike dhe pastaj u krijuan kuarket dhe elektronet. Nga kuarket elektronet u krijuan bërthamat atomike dhe të heliumit dhe të hidrogenit, edhe pak të litium, dhe vetëm 380 vjet më vonë u mundësua bashkimi i tyre me uljen e temperaturës, sepse universi duke u zgjeruar u ftof, arrit deri në temperaturën 3000 gradë Kelvin dhe kështu u arrit që të formohen atomet. Nga ky formim atomësh u krijuan fotonet e lira ose rrezatimi që quhet rrezatimi mikrovalor kozmik, nga i cili ne marrim informacion për çdo gjë që ndodh në univers. Dhe aktualisht ne tani e dim se cila është struktura e universit në shkallë nga poshtë sipër, kemi nga grimcat elementare, atomat, molekulat, yjet dhe sistemet planetare, galaktikat, grupe galaktikash, klastrat, superklastrat, dhe e gjithë kjo formon webin kozmik ose rrjetin kozmik të filamenteve dhe të bosllojqeve. Në filamente formohen dhe do më lejoni ta heq çaketën se që ka shumë vatë në fakt. Në rreth filamenteve krijohen këto strukturat e galaktikave. Do qoftë për bërjen e universit. Jo, duket që ujë. Qëse ka ujë. Kjo është për përbërjen e universit, sa dijem sot. Do të thënë kemi rreth për 5% kemi materje zakonshme, më pak se 5%. Dhe kemi rreth 27% materje të errët, dhe rreth 68% kemi energji të errët. Qa janë këto? Ajo 5% që më pak se 5% që do të këto janë dhëna plota për pjesën e parë. Pra qa kemi në këtë univers, ato që shohim, me cilën kemi të bëjmë, me cilën na është formuar dhe trupi ynë, kjo është materje zakonshme. Kjo materje zakonshme është formuar nga grimcat vogla, të cilat në fundit përbëhen nga kuarket. Vetë kuarket janë grimcat vogla me energji thysore, bashkëveprojnë ndërmjet tyre nëpërmjet grimcave mbarse që quhen gluon. Dhe krahas këtyre kuarkeve, që do të them pak tutje për materjen, ndërtimin e materjes, përveç kuarkeve kemi dhe elektronet dhe grupin e grimcave që quhen leptone. Këto formojnë materjen e zakonshme, nga të cilat përbëhet është gjithçka që kemi, përfshirë trupin ton, natyrisht planetin, diellin, gjithë galaktikat dhe
gazin që kemi në hapësirë. Dhe kjo është pjesa e dukshme. Kjo që kapet me teleskop dhe mikroskop. Ndërsa materia e errët, është buke e emër, është shfrytzuar për të parë herë në vitet 37-40. Kjo materia e errët nuk vjet re, nuk kapet nga aparaturat matse, sepse ajo nuk as emeton dritë, as absorbon dritë, as nuk reflekton. Pra s'kemi mundësi për ta parë dhe për ta projtuar të materiet e errët. Atë vetëm mund ta konstatojmë vetëm nëpërmjet bashkëveprimit gravitacional. Por ama është e qartë që kjo materie e errët që nuk kapet nëpërmjet aparaturave tona, mund të kapet në mënyrë indirekte nëpërmjet bashkëveprimit gravitacional, sepse kjo materie e errët ka qenë ajo që ka dominuar për krijimin e galaktikave, për kondensimin pra. Nuk ka qenë thjesht vetëm forca gravitacionale që kanë ndihmuar për krijimin e yjeve dhe galaktikave, ka qenë dominuese, ka qenë materia e errët, sepse ajo ka qenë në përqindje ose 5 o 6 herë më shumë se sa materia e zakonshme. Pra për këtë kondensim gravitacional që kemi gjykuar më parë, ka qenë forca gravitacionale që ka realizuar nëpërmjet masës zakonshme që kanë objektet, në fakt ka qenë ajo që ishte dominuese, ka qenë materia e errët. Kjo ka realizuar këtë kondensim në shkallë të madhe në universin tonë dhe sot dihet që kjo materia e errët, natyrisht që së shkapur në pikpamje eksperimentale, po kjo materia e errët konstatohet nëpërmjet bërtimeve të ndryshme, për shembull lëvizjes së yjeve, lëvizjes galaktikave. Këto yje dhe galaktika nuk do të kishin këto lëvizje nëse do kishin materien e errët pranë. Në rastin e sistemit tonë diellor, prania e kësaj materie të errët është shumë e vogël. Domethënë ndikimi i saj, veprimi i saj është pothuajse i papërfillshëm, sepse në këtë hapësirë ajo është në sasi shumë të vogël. Ndërsa përbërësja tjetër është energjia e errët, që thash është rreth 68%. Natyrisht kjo është pjesë misterioze në studimin e sotshëm. Ajo natyrisht nuk e dim si përbëhet, nuk është materie, është energji. Ajo vet në kuptimin e veprimit saj, ajo prodhon përshpejtimin e universit. Pra universi tonë është i përshpejtuar në ndikimin e kësaj energjie të errët. Thash që ka disa teori për këto energji të errët, njëra që lidhet me energjinë e vakumit dhe tjetra është ajo quintesencës. Teoria e quintesencës që lidhet me një fushën social, një fushë dinamike pranishme në univers që prodhon këtë energji të errët. Dhe veçoria e kësaj energjie të errët është që ajo është e njëtrajtshme, ajo është shpërndarë në të gjithë universin në mënyrë të njëtrajtshme, pra nuk ka efekte lokale, po ka efekt global. Dhe efekti global i saj është përshpejtimi i universit, ai që vërtetohet sot. Nëse pastaj keni lidhet për revolucionin, po përpoqja ta them ca fjalë të këtij universin kohë të ndryshme dhe mundet që në fundit ta sintetizojmë gjithë këtë evolucion të universit. Ma kam gishti modë. Është për lazerin. Sipër. Se kam gishti. A të s'punëm. Punoj,
se kam do të. Ja, këtu është, këtu është një tip evolucioni i universit në mënyrë të pjesëtuar nga Big Bangu, pra nga singularitet ku kishim një përqendrim të madh me një dënsi shumë të madhe dhe temperaturë shumë të lartë, nëpërmjet një inflacioni, domethënë një zgjerimi të shpejtë, trajt eksponenciale, bile shpejtësia e zgjerimit në këtë rast gjykohet që është më e madhe se sa shpejtësia e dritës në inflacion. Ka dhe teori ku inflacioni mendohet që është përpara Big Bangut, por ai që është dominuesës i inflacionit pas Big Bangut dhe është një zgjerim eksponencial dhe fillon formimi i strukturave. Në ndikimin e materjes së errët kryesisht formimi i strukturave dhe universi bëhet në shkallë të madhe bëhet i letrajshëm dhe mëtej është zgjerimi i përshpejtuar i universit që kemi sot. Pra aktualisht kemi një zgjerim të përshpejtuar të universit. Në varësi të këtij zgjerimi të universit, unë kemi skenar të ndryshëm për universin. Këtu janë mënyra se si mund të jenë skenarët e universit tonë. Njëri, ai që është në mes, dyshi, është skenari i Einsteinit, domethënë ku ka një ekuilibër me gravitacionin dhe vetë ndërtimin e strukturave, ndërsa skenari i sipër, ky është skenari ku kjo energji e errët postohet, duke rritur hapësira me që ka shpërndarje një trajshme, dënsia e saj është konstante, por mallësia e saj rritet, ndërsa rritet hapësirë koha. Pra, ky është skenari ku zgjerohet energjia e errët ose rritet energjia e errët dhe si rezultat kemi coptimin e madh, apo atë që quhet Big Rip. Dhe ky coptim i madh coptohen galaktikat deri arrihet në coptimin e atomeve dhe në fund ajo që mbetet në këtë univers të tillë është vetëm rrezatim. Pra, është një rrezatim vetëm i dobët që mbulon të gjithë të hapësirë kohën. Ky është një nga skenarët, kurse skenari i tretë në këtë paraqitje është ai që quhet Big Crunch, domethënë tkurrja e madhe. Tkurrja e madhe domethënë që universi pasi zgjerohet, në një pikë fillon kolapsin, shkon në drejtim të kundërt. Pra, shikoni që edhe në këtë paraqitje grafike, në këtë model, u arrit maksimumi dhe modeli çon në një zboglim të universit. Ky është Big Crunch, ose tkurrja e madhe. Një nga variantet e këtij modeli është dhe modeli ciklik. Domethënë që kemi një alternim të Big Bangut me Big Crunchit. Domethënë mbyllet me fund fare me tkurrjen e madhe dhe pas tkurrjes së madhe fillon Big Bangu dhe kështu që universi është në një cikël përsëritje. Është një nga variantet brenda teorisë përgjithshme të realitetit. Edhe ky është një variant i mundshëm, por gjitha varet ajo që thash varet si do të jetë historia e energjisë së errët. Kjo energji e errët do të rritet, do të jetë konstante apo do të zvoglohet. Në fundit në një pjesë të librit të parë, flitet për bashkëpunimin në astronomi fizik, sidomos fizikë elementare, njoja në zonën e fizikës grimcave elementare, ndihmon për studimin astronomik dhe anasjelltas vetë universi shërben si laborator për studimin e grimcave elementare. Meqense në kushtet e universit mundeshen si fusha gravitacionale shumë fuqishme, siç janë rastin e vrimave të zeza, që s'mund t'i kapim në kushte toksore, po ashtu mund të ketë dhe temperatura shumë të larta që si kap dot në
përshpejtuesit të sotshëm. Pra ne mund të studiojmë këto veti këtyre grimcave dhe në kushtet universit. Dhe ky është binomi univers ose kozmos quark që na jep njohje për ecurinë e mëtejshme të universit tonë. Tu janë disa sfida ose pikpyetje që janë përpara shkencës në zhvillimin e universit dhe midis tyre është çfarë është energjia e errët, çfarë është materia e errët, dhe unë mund të them që aktualisht studiohet edhe në CERN, studiohet cilat mund të jenë grimcat përbërëse të materjes së errët. Ka disa variante. Njëra është varianti i grimcave që bashkëveprojnë dobët, që quhen grimcat BIMP, dhe për atë po punohet, pra janë si super grimca dhe përpiqen të studiohen grimca të tilla. Dhe një variant tjetër janë dhe aksionet. Janë grimca me masë shumë vogël, që mund të jenë përgjegjëse për ndërtimin e materjes së errët, por deri më sot këto grimca nuk janë zbuluar. Sidoqoftë, ka dallim midis materjes së errët dhe energjisë së errët. Materia e errët është përbërë nga grimca, domethënë kështu janë të gjitha dhënat, kështu flasin, ashtu siç është materia e zakonshme, ndërsa energjia e errët është një pamje e energjie, thelbi i cilës nuk është i qartë. Dhe me interpretimin nëpërmjet çifteve virtuale të grimcave në situata vakumi, dhe aty interpretimi që duket shumë i këndshëm, ka një mospërputhje të teorisë me vërtimet eksperimentale. Sepse në rastin e grimcave, në rastin e vërtimit, kjo dënsi e energjisë është e rendit 10 në fuqi -10 erg për centimetër kub. Në rastin e energjisë së vakumit, pra këtyre grimcave virtuale që krijohen e zhduken në mënyrë të menjëhershme, kjo energji vakumi është e rendit 10 në fuqi 120 erg për centimetër kub. Do të thënë diferenca është mbi 10 në fuqi 120 erg. Midis eksperimentit dhe teorisë, prandaj situata është akoma e paqartë, ka shumë modele ku përpiqen të bëjnë argumentimin të kësaj situate. Të qoftë, me mbylljen e librit parë, ajo ç'është universi, është gjithçka që është objektive. Pra, pyetja çfarë është universi mund të shoqërohet me pyetjen çfarë është ekzistenca objektive. Dhe në fundit përgjigjja është që ky univers është vetëm ekzistencë objektive e materjes, hapësirë kohës dhe energjisë apo lëvizjes. Kur them këtë, do të thotë që në konceptimin tim dhe natyrisht që dominohet në këtë libër është që ashtu si materia, që është objektive, dhe hapësirë koha është objektive dhe lëvizja është objektive. Ndryshe nga interpretime tjera që për shembull hapësirë kohën dhe e konsiderojnë si një konstruksion mendor apo një iluzion që mund ta gjejmë në filozofë të mëparshëm. Në librin e dytë, në kategorinë e materjes, një pjesë kryesore dominohet në ndërtimin e strukturës së kësaj materie të zakonshme. Meqense për materien e errët thash që po punohet që edhe kjo materie e errët ketë grimcat e veta. Dhe këtu arrihet për materien e zakonshme, kjo përbëhet nga 6 kuarke, 6 grimca të vogla kuarke dhe 6 antikuarke dhe njëkohësisht, që njihet deri sot, dhe ka dhe 6 leptone dhe antileptone. Domethënë leptonet janë grimca është elektroni, është mioni, është tauoni ose grimca tau dhe neutrinat përkatëse. Pra gjithsej të tilla që përbëjnë në këtë nivel fundamental përbëjnë materien, janë 12 kuarke
dhe antikuarke, 12 leptone dhe antileptone, dhe këto grimca bashkëveprojnë me njëra tjetrën nëpërmjet grimcave mbartëse të bashkëveprimit. Dhe këto janë për rastin e bashkëveprimit elektromagnetik, ky është fotoni, për rastin e bashkëveprimit të kuarkeve, pra nivelin kuarkian, aty grimcat mbartëse, ato që realizojnë bashkëveprimin e diskuarkeve, janë gluonet, ato janë 8 gluone, dhe në rastin e bashkëveprimit dobët janë 2 grimcat W plus minus dhe grimca Z, 0, janë dhe 3 grimca pra të bashkëveprimit dobët, dhe gjithsej bëhen 12 grimca tilla mbartëse të bashkëveprimit dobët. Ndërkohë që për bashkëveprimin gravitacional, nëse kuantizohet, dhe mendimi është që ky bashkëveprim duhet jetë dhe ai kuantik, pra nivel të ulët duhet shkojë te kuantizimi, grimca mbartëse e këtij bashkëveprimi, por që s'është kapur akoma, është gravitoni. Krahas këtyre grimcave është dhe grimca X, që është kapur në vitin 2012 në CERN, është grimca që jep masë grimcave elementare. Kuarket marrin këtë masë nëpërmjet kësaj grimce Higgs. Atë tabloja përmbledhëse, që mos arrit të zgjatem më shumë, këto janë ide të pastaj për materien filozofike, edhe këtu disa pamje. Kjo është përmbledhja për materien e zakonshme, ose materien, themi ndryshe, që ka masë që shihet ndryshme nga zeroja, ose barionike. Këtu janë grimcat përbërëse, në pjesën e sipërme janë kuarket, kuarku up, down, charm, ai ishmi, strange, i çuditshëm, top sipër, i sipër, bottom i poshtëm, dhe në grupin e atje janë kuarket, në grupin e dytë janë leptonët. Të 6 këtu dhe antigrimcat e tyre. Pra në pjesën e parë janë 12 grimcat që janë përbërëse të materjes, dhe në kollonën e fundit janë grimcat e bashkëveprimit, që realizojnë në bashkëveprimin. Këto janë gjëra që dihen sot. Pra këtu janë 8 gluone, është një fotoni për bashkëveprimin atë elektromagnetik, bozonët Z dhe bozoni W janë për bashkëveprimin e dobët. Dhe natyrisht është dhe grimca X, që është përgjegjëse për masën e grimcave. Tani shtrohet pyetja, nëse gjithçka përbëhet nga kuarket, kjo masa e kuarkeve përbën dhe masën tonë, në fakt një gjë që dihet sot është ajo që përbën masën nuk është vetë masa e kuarkeve. Ajo që përbën ka atomet, ka molekulat ose në përgjithësi në kompozimet e tyre, nuk është direkt masa e kuarkeve, po është ajo që vjen, masa që vjen nga bashkëveprimi. Meqense energjia e bashkëveprimit ka korrespondencë masën, masa që vjen nga bashkëveprimi është rreth 99%. Pra 1% vjen nga masa e kuarkeve. Pjesa tjetër lidhet me bashkëveprimin. Në këtë libër pra kjo trajtohet në thellësi, duke natyrisht duke dhënë dhe një strukturën e materjes, duke ndaluar dhe ke forma tjera të veçanta që janë materjes çuditshme, materjes në vrimat e zeza, të cilat dhe ato ka nevojë për studimet më tejshme. Po në këtë libër studiohen më thellësisht edhe materia e errët dhe energjia e errët. Nuk do që qëndroj më shumë në këtë. Ndoshta duhet të thënë vetëm para se ta mbyll këtë librin të dytë,
meqenëse aty zën një vend veçantë teoria kuantike e fusës, unë them vetëm kaq që në konceptimin grimësor, ishte gjithë paraqitja që u thash. Krahas kësaj, sot është futur në thellë fizika dhe në teorinë kuantike të fusës nuk janë grimsat ato që ekzistojnë realisht, por janë fushat. Elementet fundamentale të universit tonë nuk janë direkt grimsat, po janë fushat përkatëse. Ndërsa grimsat janë vetëm eksitime të këtyre fushave, lokalizuara. Këto eksitime, pra fushat duke bashkëvepruar me njëra tjetrën, këto realizojnë përqendrime energjie në formë paketash apo kuantesh energjie, dhe këto paketa kuante energjie këto janë grimsat elementare. Pra në konceptimin e sotshëm shkohet sik më thellë, se sa grimsat elementare në atë konceptimin tonë grimësor, shkohet ke fushat. Fushat janë ato elementi thelbësor, fundamental i realitetit tonë. Natyrisht është pjesë çik më kështu në konceptimin çik më e vështirë, por në fakt çdo gjë shpjegohet nëpërmjet fushave kuantike dhe grimsat janë vetëm eksitime, ngacmime të këtyre fushave, përqendrime të energjive në këto fusha, dhe këto janë grimsat, që shfaqin pastaj gjithë vetit përkatëse, përfshirë dhe spinin. Nuk po qëndrojmë tutje. Në librin e tretë, natyrisht merret studiohet hapësira dhe koha. Konceptimet natyrisht që kanë qenë konceptimet që kanë evoluar në histori, por atë zhvillim më të plot të vetë konceptit të hapësirë kohës e realizoi Einsteini në teorinë e tij të përgjithshme të relativitetit. Kjo hapësirë kohë përbën atë që quhet fabrikën e hapësirë kohës ose plurën e hapësirë kohës, ku ndodhen objektet materiale dhe natyrisht që në këtë hapësirë kohë, kur futet një objekt me masë, pra që ka përqendrim gravitacional apo përqendrim mase, efekti i kësaj pranie është përkulja e hapësirë kohës. Dhe unë do t'ja vetëm këtë ilustrim. Kjo është si shpjegohet në teorinë e përgjithshme të relativitetit, pra rreth planetit të tokë, hapësirë koha, nga që ka masë relativisht konsiderueshme toka, përkullet hapësirë koha, dhe çdo sferë, do të thënë një satelit ose hëna, ndodhet aty, atëherë ajo do të jetë si një membran dhe do drejtohet drejt qendrës, por nëse ka shpejtësi fillestare, ai do vazhdojë lëvizjen orbitale. Pra, ky është ai ilustrimi i hapësirë kohës si një membranë elastike, ku udhët një sferë e rëndë dhe pastaj gjithë sferat e vogla që sillen rreth saj. Ato janë satelitët rreth kësaj sfere. Ky është modeli, pra, si thua, i përfturimit prap mekanik, sepse s'është e tillë hapësirë koha, por tregon që përqendrimet e masës ndikojnë në këtë hapësirë kohë. Kjo hapësirë kohë nuk është inerte ndaj përqendrimeve të masës. Dhe natyrisht e gjitha kjo shfaqet në ekuacionet e Einsteinit, në teorinë e relativitetit, ku ka dy anë në këto ekuacione. Nga një anë është një tregues i masë energjisë dhe ky është tensori i tension energjisë që ndodhet në një anë të ekuacioneve, dhe anën tjetër është vetë kurbimi i hapësirë kohës, ose ai që quhet tensori metrik, që tregon pra efektet e fushës, efektet gravitacionale në lëvizjen e objekteve. Pra në thelb vetë ekuacionet e Einsteinit kanë dy aspekte. Në një anë kanë materien
dhe ka ana tjetër ka hapësirë kohën nëpërmjet dhe fusën gravitacionale nëpërmjet tenzorit metrik, tenzorit që jep si është vetit e kësaj hapësire edhe kësaj kohe, si janë shtrirë ato. Dhe në një nga interpretimet që është bërë, meqense nuk është arritur pra të zhvillohet plotësisht teoria kuantike e gravitacionit, një nga interpretimet që janë bërë, natyrisht s'është i plot, është interpretimi nëpërmjet ekuacioneve të Einsteinit, të këtij graviteti dhe këtij ndikimi gravitacional edhe nivelet ulta. Dhe për të bërë zgjidhjen, aty bëhet një tip mesatarizimi. Pse bëhet mesatarizim? Sepse në kushtet zakonshme, në kushtet normale, ekuacionet e Einsteinit, në anën e djathtë kanë materie, në anën e djathtë të majtë kanë gravitacionin dhe hapësirëkohën. Atëherë, në njërin anë kemi materien që kuantizohet, në anën tjetër kemi gravitacionin që akoma s'kuantizohet. Atëherë, si mund të bëjnë të bashkojnë në nivelin kuantik këto dy masi? Një masi është që kuantizohet, është materia kuantizohet, tregova që ka strukturë kuantike deri ke Grimsot, ndërsa gravitacioni nuk e ka këtë strukturë kuantike. Atëherë për ta t'i bashkuar, se këto ndryshe nuk bashkohen, njëra që s'është numër, tjetri është numër, bëhet mesatarizimi. Pra në aspektin matematik bëhet një mesatarizim me vlerat e pritshme të materies nga njëra anë dhe gravitacionin nga ana tjetër, për të bërë interpretimet përkatëse disa dukurive fizike. Sidoqoftë këto janë lojna akoma që nuk mund quhet që janë të pranuara gjithësisht në shkencë. Por e rëndësishme është që nga të gjitha të dhënat rezulton që hapësirë koha, ashtu si materia, është objektive. Nuk është prodhim i mendjes, siç është mendohesh më parë, nuk është një artefakt mendor, nuk është iluzion, por janë formacione të paraqitjes, formacione objektive të paraqitjes materies dhe hapësira dhe koha. Ka një veçori që ndoshta duhet të theksohet, që ka një dallim, pra megjithëse hapësirë koha, këto formojnë atë kontinuumin hapësirë kohën teorinë e përgjithshme, hapësira me 3 përmasa, koha me 1 përmas, dhe mund mendohet që këto përmasa kanë njëjtën veçori, në fakt ka dallim midis hapësirës dhe kohës. Dhe në rastin e hapësirës nuk mund të flitet për pozicion në një pozicion stabil në hapësirë të një individi, mund të flitet për pozicion stabil të individit në kohë, nuk flitet, por mund të flitet për zgjatje kohore. Dhe natyrisht në rastin e teorisë përgjithshme, matësia që është konstante, pra që është invariante, ndryshe nga hapësira euklidiane ku është largësia midis pikave është konstante, është kjo matësi që quhet intervali, që ka 4 koordinata, 3 hapësinore dhe 1 kohore. Ky interval kohor, ky është invariant. Dhe veç kësaj, ajo që është, pra ky karakter absolut kalon nga distanca euklidiane ke intervali kohor hapësinor, dhe njëkohësisht ajo që është, pra që ka karakter absolut është fakti që kjo hapësirë kohë ekziston dhe në mungesë të objekteve materiale. Pra mund mos ketë trupa material zakonshëm që ne i njohim, ajo ekziston dhe përveç kësaj, kjo hapësirë kohë ka dhe energjinë e vet. Pra ajo që quhet, që thash, energjia e vakumit. Dhe e fundit
është kategoria e lëvizjes, natyrisht është pjesa më interesante, meqenëse është dominuese, është një koncept që është zhvilluar që në kohën e Aristotelit. Vetë lëvizja është ndryshim. Çdo ndryshim është lëvizje. Dhe natyrisht në rastin ton, lëvizja kur flitet në mënyrë të zakonshme për ndryshim të largësisë së një trupi nga një trup tjetër, kjo është lëvizja mekanike. Është rasti më i thjeshtë i lëvizjes. Është lëvizja më e thjeshtë. Në rastin e lëvizjes jo mekanike, pjesa tjetër më e rëndësishme, lëvizja fizike, aty futen gjitha proceset. Qofshin ato elektromagnetike, lëvizje termike ose proceset termike, proceset bërthamore, proceset kuarkiane, gjitha këto janë në lëvizjen fizike. Dhe krahas lëvizjes fizike, lëvizjes mekanike, lëvizjes fizike, është lëvizja grimcave e molekulave, atomeve, reaksionet e këtyre molekulave japin lëvizjen kimike, që janë objekt i kimisë. Dhe njëkohësisht është dhe ndryshimet, evolucioni në qenjet e ndryshme, në organizmat të ndryshëm, aty është lëvizja biologjike, dhe ndryshimet në jetën tonë, në sistemet politike, në gjithë lëvizjet e tjera, për shembull lëvizjet për drejtat e njeriut, janë lëvizje sociale. Pra, 5 kategoritë kryesore të lëvizjes, ne kemi qëndruar ke lëvizja mekanike dhe fizike në libër, po 5 kategoritë e lëvizjes janë këto që përmenda më sipër: lëvizja mekanike, fizike, kimike, lëvizja biologjike, lëvizja sociale ose lëvizja shoqërore. Natyrisht sot shtohet dhe një element tjetër lëvizje, ajo që quhet lëvizja metasociale. Natyrisht që aty është në nivelin e amëndësimit, që kjo lëvizje e fundit, qofse ekzistojnë qytetërime tjera, do të mbuloj bashkëveprimin ndërmjet qytetërimeve. Qytetërimit në tokë me qytetërime në planetet tjerë, qofse gjë e tillë ekziston. Pra, kjo është prapë është një formë e gjashtë, këtë nuk e gjeni ke Engelsi, të nuk dihesh do kishte qenë edhe në planetet tjera, por sot kjo është nga idetë që është e pranueshme. Jeta mund të ekzistojë edhe në vende tjera, natyrisht jo në këtë konfiguracion të njeriut sotshëm në tokë, por çdo qoftë këto qytetërime të ndryshme dhe mund të ndërveprojnë dhe ky ndërveprim do të jetë lëvizja metasociale. Unë në këtë libër, natyrisht është ky është i çik më i ngatruar, më i vështirë se 3 librat e tjerë. Në këtë libër i bën dhe ekuacionet e lëvizjes, përveç se studimit kategorive kryesore që mbulojnë lëvizjen, siç është masa dhe energjia sidomos, aty studiohen dhe ekuacionet e lëvizjes. Pra, fillohet me ekuacionet e lëvizjes mekanike në trajtën newtoniane, pastaj vazhdohet me ato në lëvizjes mekanike analitike në të Legendit ose të Hamiltonit, ose me parimin e veprimit minimal, dhe më tutje kalohet tek ekuacionet e lëvizjes termodinamike dhe statistike, ekuacionet e lëvizjes në elektrodinamik, ku janë ekuacionet e Maxwellit, dhe mbyllet pastaj me ekuacionet e lëvizjes mekanike kuantike. Pra kalohet nivelin kuantik, jo vetëm ekuacioni i Schrödingerit me paraqitjen e zakonshme ose në trajtën e matricore të Heisenbergut, por dhe ekuacionet e Klein-Gordonit dhe sidomos ekuacioni i Diracut, sepse në ekuacionin e Diracut flitet edhe për antigrimcën përkatëse. Koncepti që sot është një nga konceptet më normale. Kjo është pjesa e fundit, përveç ekuacioneve të lëvizjes makroskopike të universit, ku janë ekuacionet e Einsteinit, dhe si variant i nxjerrjes nga këto ekuacione të Einsteinit, të ekuacioneve për një univers të shesht, janë ekuacionet Friedmanit. Pra,
pjesa e fundit e librit është çik më e ndërlikuar dhe ndoshta kërkon dhe një çik përgatitje më të madhe për lexim plot. Kërkon pra para përgatitje shumë më ndryshe se sa librat e tjerë. Ndoshta vlen të përmend diçka që trajtohet po gjatë në librin e 4, është dhe mbartja e lëvizjes. Do të thënë, ndoshta nuk gjehet në tekste të tjera, por është një koncept që është trajtuar gjërësisht, sepse vetë bashkëveprimi, vetë forcat fundamentale që njohim sot, ne sot 4 forca fundamentale njohim. Pra kemi bashkëveprimin gravitacional, bashkëveprimin elektromagnetik, për grimcat e ngarkuara elektrikisht, kemi bashkëveprimin e fortë bërthamor, që realizohet në nivelet e poshtme të ndërtimit të materjes, dhe bashkëveprimin e dobët bërthamor. Pra, kemi 4 bashkëveprime. Këto 4 bashkëveprime, mbi këtë zhvillohen gjithë bashkëveprimet e tjera. Çdo gjë që ne ndeshim në natyrë, çdo forcë që ndeshim, është përbërë, ka në thelbin e vet një nga këto 4 bashkëveprime. Këto bashkëveprime nuk janë gjëra të veçanta. Dhe kjo trajtohet në libër, këto realizohen nga mbartja e lëvizjes. Pra, këto bashkëveprime realizohen nga disa grimca që mbartin lëvizjen nga një objekt në objektin tjetër. Në rastin nëse ekzistojnë, për shembull, në rastin nëse gravitonet rezultojnë që ekzistojnë, në rastin e bashkëveprimit gravitacional, gravitonet realizojnë bashkëveprimin midis masave të ndryshme. Duke shkëmbyer gravitonin, ato bashkëveprojnë. Dhe ky është bashkëveprimi gravitacional në këtë nivel mbartje lëvizje. Në rastin e bashkëveprimit elektromagnetik, janë fotonët që shkëmbehen. Është fotoni nga një grimcë e ngarkuar ke grimca tjetër, që realizon këtë lloj force elektrike. Dhe e njëjta gjë mund thuhet për bashkëveprimin bërthamor të fortë, që bëhet në nivelin e kuarkeve, aty grimcat mbarse janë gluonët, dhe në rastin e bashkëveprimit dobët bërthamor, këto janë grimca W dhe Z. Pra, dhe vetë bashkëveprimet nuk janë gjë tjetër, vetëm janë mbartje lëvizje. Mos ta shohim në tablon e botës sikur është shumë e veçuar me shumë kategori, por në fakt dhe aty ajo që dominon është mbartja e lëvizjes, që është kjo lëvizje është një nga elementet thelbësor i materjes, është pjesë e brendshme e saj, është veti e brendshme e materjes, nuk ka materje pa lëvizje. Nëse mendohet që një materje të qetësi, do ishte absolutet, mund të ketë forma të ndryshme të lëvizjes që mund të jenë në qetësi, në pushim, por ndërkohë janë forma tjera. Që lëvizja në tërësi nuk mund të jetë zero. Pra, kjo materje ka si shkak të vetin të brendshëm, ka lëvizjen. Lëvizja pra ekziston atje ku ka materje, dhe atje ku ka materje ekziston lëvizje, dhe ky është elementi kryesor që duhet futet në perceptimin tonë. Dhe në fundit mund të them që e gjitha kjo strukturë e kategorike e këtyre 4 kategorive, materie, hapësirë, kohë dhe lëvizje, kjo për mu përbën gjithçka në studimin shkencor. Sa më thellë të njohim këto kategori, aq më mirë njohim botën, aq më mirë njohim proceset në këtë botë, aq më mirë arrim të shfrytëzojmë këto njohje në aplikimet përkatëse. Dhe meqense ndoshta zgjata, nuk e di si ishte me kohën, po them faleminderit. Po kush dëshiron që ta
ketë materialin e plot, ai po ta jepse të gjatë, ndoshta do kërkojë një shumë kohë. Materialin e plot mund t'ia kërkoni kolegut atje në kompjuter. Është pronë e juaj. Faleminderit. Shumë faleminderit profesor Rexhe për prezantimin tuaj shumë interesant edhe që na dhat një pamje të 4 librave që përbën një kolan kaq të rëndësishme në bibliotekën e fizikanit edhe të lexuesit që është interesuar për fizikën në Shqipëri. Ne kemi përgatitur një video të shkurtër, nuk është të gjatë, me përshtypje nga ish student edhe koleg të profesorit Xhepit. Është një si surprizë në fakt, sepse shumica prej tyre ndodhen jashtë Shqipërisë. Ideja ishte që ta bënim gjatë kafes, por për arsye logjistike nuk e fusim dot kafen brenda, kështu që do ta profesor Rapo është i pari, meqense ishte i fundit në fakt që kërkoi të ishte pjesë e kësaj. Është 15-16 minuta, besoj se do kënaqeni, kështu që kërkoj edhe një durim 15 minutësh përpara kafes. Përshëndetje të gjithëve, është një privilegj i rrallë për mua dhe një fat i veçantë të kesh pasur nderin të jesh student i profesor Recep Mejdanit. Vitet e studimit në mësimdhënien dhe edukimin e tij në Fakultetin e Shkencave të Natyrës mbeten ndërkujtimet më të çmuara të jetës time akademike, jo vetëm për dijen e fituar, por sidomos për vlerat njerëzore që ai mëshironte dhe transmetonte në çdo veprim apo fjalë të tij. Profesor Mejdani rrezatonte një kulturë shkencore dhe pedagogjike të rrallë, dinjitet, mirësi të sinqertë dhe respekt të paprekur ndaj çdo studenti. Ai nuk ishte vetëm një mësimdhënës i shkëlqyer, por një model i vërtet i edukimit njerëzor, pedagog në kuptimin më fisnik të fjalës. Tek ai shkenca dhe humanizmi shkonin dorë për dorë, duke lënë gjurmë të pashlyeshme tek ne studentët që patëm fatin të kalonim në përduar e tij. Kujdesi i veçantë që tregonte gjatë aktiviteteve studentore, afërsia e ngrohtë dhe mbështetja e pakurrësyer ishin cilësi që e dallonin qartë profesorit Xhepin. Tek ai ne studentët gjenim jo vetëm mësimdhënësin, por edhe njeriu me zemër të hapur dhe karakter të palëkundshëm. Me shumë mirënjohje mbaj mend mirësinë dhe gjestet fisnike të tij si në fakultet, po ashtu dhe në jetën e përditshme gjatë detyrës së tij të pedagogut. Sot me zemër plot mirënjohje i shpreh profesorit tim Recep Mejdanit nderimet dhe respektin tim të thellë për të botim të koleksionit të librave shkencor të tij dhe për gjithë kontributin e çmuar që i ka dhuruar shkencës shqiptare, për dekada përkushtimi akademik dhe mbi të gjitha për edukatën e rrallë njerëzore që ka rrezatuar brez pas brezi. Emri dhe figura e profesor Recep Mejdanit mbeten shembull i gjallë, frymëzimi dhe krenarie për të gjithë. Me mirënjohje të thellë dhe nderim të sinqert, ish studenti i tij fizikës, Rapo Ormani. Ju përshëndes të gjithëve, të dashur kolegë dhe miq. Është një kënaqësi dhe një nder i veçantë për mua të ndaj disa kujtime për profesor Recep Mejdanin. Unë e kam njohur profesor Mejdanin për herë të parë si student në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Ishin vitet 1986 deri në 1991. Në atë kohë, ai ishte për mua një intelektual i përkushtuar, i qartë në mendim dhe me një pasion të veçantë për mësimdhënien. Ai dinte si të nxiste të mendoje me thellë dhe të kërkoje më shumë nga vetja. Fizikën statistike dhe modelin e Isingut e mësova nga profesor Mejdani. Ky subjekt u bë dhe pasioni im i parë në fizikë. Më pas, nga viti 1991 deri në 1993, pata fatin të jem pedagog në të njëjtin fakultet. Aty, marrëdhënia jonë ndryshoi
nga student dhe pedagog, bëm koleg, dhe me kalimin e kohës edhe miq. Gjatë asaj periudhe, pash nga afër jo vetëm profesionalizmin e tij, por edhe korrektesën, fisnikrinë dhe përkushtimin ndaj njerëzve dhe shkencës në një kohë shumë të trazuar. Në vitin 1993, u largova për studime në Trieste në Itali, ku qëndrova deri në vitin 1997. Edhe pse larg, ndikimi i profesor Mejdanit meti gjithmonë i pranishëm, me mësimet e tija që na kishin përgatitur shumë mirë për çdo gjë. Dhe jam i bindur se baza shkencore që kisha marrë me parë në fakultet ishte thelbësore për çdo arritje në të ardhmen. Në vitin 1996, ndërsa profesor Mejdani ishte në Trieste, publikova artikullin tim të parë shkencor në fizika status solidi B, me autor Recep Mejdani, Agim Gashi, Orion Çiftja dhe Ala Ambrot. Një moment shumë i rëndësishëm për mua. Karriera ime shkencore më çoi në SBA në vitin 1997. I humbëm pak kontakte, por çdo gjë ndryshoi që nga viti 2021. Kemi pasur kënaqësinë të jemi përsëri bashkë, kësaj herë si antar të bordit drejtues të Institutit Kombëtar të Fizikës. Një bashkëpunim i gjatë që më ka dhënë mundësinë ta vlerësoj edhe më shumë vizionin e profesor Mejdanit dhe urtësinë në vendimarrje. Për mua, profesor Mejdani është më shumë se një mik apo koleg. Ai është një model i një intelektuali të vërtetë. Një njeri që di të frymëzoj dhe të larë gjurmë të qëndrueshme. Sot, dua të shpreh minjoren time të thellë për gjithçka që kam mësuar prej tij. Faleminderit profesor, për shembullin dhe për inspirimin tuaj. Me mirënjohje, ish studenti juaj Orion Çiftja. Doja ta nisja këtë rrethim nga vitet e mia të studimeve në fizikë, sepse pikërisht aty fillon edhe rrugtimi im me profesor Recep Mejdani. Në fillim ishte marrëdhënie normale student-pedagog, por shumë shpejt, për mua, ajo u bë diçka shumë më e madhe. Profesor Mejdani u bë njeriu që më afroi drejt kërkimit shkencor, që më dha besim, që më mësoi të shoh fizikën jo vetëm si një lëndë, por si një mënyrë të menduarit. Prandaj, ky nuk është thjesht një kujtim nga vitet e universitetit. Është një falënderim për një njeri që ka qenë i pranishëm në formimin tim, në drejtimin tim profesional dhe në shumë nga ajo që unë jam sot. Vitet kur fillova të punoj pranë profesor Mejdanit, apo siç e thërrisnim atëherë me shumë afërsi profesor Xhepi, ishin vitet kur studimi u kthye në kërkim, dhe kërkimi po kthehej në identitet profesional. Ai nuk na jepte thjesht një temë, një detyrë apo një rol asistenti. Ai na hapte dhe drejtonte hapësira mendimi. Ai na jepte besim dhe përgjegjësi, na afroi në punë intensive shkencore dhe na bëri një pjesë të një ritmi ku idetë nuk ishin thjesht biseda, por ktheheshin në punë dhe në prodhim shkencor. Por ky nuk ishte vetëm rrugtimi im personal, apo i të rinjve të tjerë bashkohës të mi. Në një kohë kur fizika shqiptare po dilte nga izolimi, profesor Xhepi ishte ndërmendjet që tashmë kishte parë vërtet. Pas viteve 19, ai u bë një nga urat e para të hapjes son drejt botës shkencore. Ai e shiste të ardhmen e fizikës shqiptare tek të rinj, jo si një brez që duhej vetëm të studionte, jo vetëm si një brez që duhej vetëm të studionin dhe punonin në kufi lokal, por si një brez që duhej të lidhej me botën, të hynte në projekte, të komunikonte me universitete dhe qendra kërkrimore, të matej me standarde të tjera, përtej atyre lokale, me standarde ndërkombëtare. Në këtë frym nisën shkëmbimet, bashkëpunimet dhe projektet me grupe shkencore në Itali,
dhe në Gjermani, në Trieste, në Lecce, në Zigen. Për ne të rinjt, këto nuk ishin vetëm udhëtime akademike, ishin hapje horizontesh, ura lidhëse. Në atë periudhë, veçanërisht përmes angazhimit në fizikën llogaritëse, profesor Xhepi më dha shumë më tepër se një drejtim teknik. Ai tregoi se ku po shkonte shkenca, drejt modelimit, drejt llogaritjes, drejt bashkimit të mendimit teorik me teknologjinë. Aty u vendosën rrënjët e formimit tim të mëvonshëm, dhe jo vetëm në teknologji. Ndikimi i profesor Xhepit te unë nuk mund të përmbledhet në një fjalë apo në një drejtim të vetëm. Ai ishte drejtim në një formim intelektual, një mënyrë dhe përqasje në të menduar, një drejtim për të ecur dhe një identitet shkencor në ndërtim, filluar nga një shkollë e vërtetë. Ishte fati rrallë të ishe pranë profesor Xhepit, si asistent dhe si bashkëpunëtor i afërt. Në një kohë kur ai nuk po formonte vetëm individ, por po hapte edhe një horizont të ri për fizikën shqiptare. Sot kur shoh mënyrën si mendoj, si analizoj, si kërkoj dhe ndërtoj zgjidhje në jetë, punë, marrëdhënie, shkencë, teknologji, e kuptoj qartë se rrënjët e mia, jo vetëm profesionale, janë aty. Në atë periudhë, në atë afërsi pune, në vizionin e tij dhe në dorën e sigurt udhëheqëse të profesor Xhepi. Profesor Xhepi është më shumë se babai im profesional. Është një pjesë themelore e asaj që jam sot. Të nderuar kolegë dhe miq, të dashur student, do desha së pari të falenderoj Mimozën për organizimin e kësaj konference dedikuar veprës dhe personalitetit profesor Xhepi. Është një vlerë e veçantë për mua të kem mundësi të them dy fjalë për një nga mësuesit e mi të parë të fizikës, përveç parë shkencor në katedrën e fizikës teorike, si edhe për bashkëautorin e artikullit tim të parë në një gazetë shkencore. Me sa duket çdo gjë në karrierën time të mëparshme si fizikant, si kërkues shkencor, sikurse edhe për shumë kolegë të tjerë të asaj kohe, edhe më pas, e ka zënë apelin tek udhëheqja dhe mbështetja e profesorit Xhepi. Për ne si student të ri të fizikës, që në vitet e para të studimeve, edhe përpara se të vëllanimin personalisht, profesori Xhepi ishte shëmbëtyra e shkencëtarit. Të gjithë donim që një ditë të bëheshim si ai. Por më vonë kur punuam së bashku, mësuam se profesori është më shumë se një fizikant i shkëlqyer, por është njëkohësisht një njeri i thjeshtë, i dashur në kulturë të jashtëzakonshme që e ka. Pa dashur të harxoj kohë me fjalë përgjithshme për të treguar një episod nga takimi i parë personal me profesorin Xhepin. Kjo ka qenë në vitin 1991, kur unë isha student i vitit 3 në fizikën 5 vjeçare, dhe ndërkohë sapo kishte filluar hapja e Shqipërisë ndaj botës. Profesori Xhepi ishte dekani i fakultetit, njëkohësisht koordinatori i projektit Tempus, i cili ofronte bursa studimi në Perëndim. Mbas tabelës notave mua më takonte një bursë e tillë për degën e fizikës. Megjithatë komisioni vendosi për një koleg tjetër dhe mikun tim të dashur, për arsye se ai kishte bërë gjuhën angleze në shkollë, ndërkohë që unë isha nga fraksioni i frëngjishtes, si më thënë. Profesori Xhepi na mori të dyve në dekanat, dhe na shpjegoi situatën me qetësi dhe me mirëkuptim. Nuk ishte në atë kohë asnjë lloj qetëmbëtie nga ana ime. Megjithëse një bursë e tillë natyrisht ishte ëndra e çdo studenti të asaj kohe. Jo vetëm se nuk mund të kishte qetëmbëtie me një personalitet si profesori Xhepi, por sepse mënyra se si ai na e komunikoi vendimin, neve tek e fundit dy studentë të thjeshtë të fizikës, rrezatonte qytetari dhe një kulturë europiane e cila nuk ishte as pak e kuptueshme në atë kohë. Një vit më pas, së bashku me Xhepin dhe me një grup tjetër studentësh, ndodheshim në avion drejt Gjermanisë, në një udhëtim të paharrueshëm, i cili në një mënyrë përcaktoi dhe rrjedhën e tejshme të karrierës dhe aktivitetit tim shkencor. Faleminderit Xhep për veprën tënde, për shembullin tënd, për kulturën tënde, të cilat edhe sot e kësaj dite na kryqëzojnë në punën tonë të përditshme. 95, rruga ime profesionale vazhdoi në Zyri, në fizikën e grimcave elementare. Ishte një fushë tjetër, një mjedis tjetër, një standard tjetër. Por aty kuptova edhe më qartë se profesor Xhepi nuk më kishte përgatitur vetëm për një deg të caktuar të fizikës. Ai më kishte dhënë një mënyrë për të hyrë kudo, qoftë edhe e panjohur, pa humbur orientim. Ndërkohë, Shqipëria po kalonte vitet e saj më të vështira të tranzicionit. Në atë moment, profesori Xhep Mejdani mori një rol tjetër, shumë më gjerë, atë të presidentit të Republikës.
Për mua, edhe atë rol, edhe në atë rol, ai mbeti i njëjti njeri në thelb. Një mendje e kthjellët, e drejtuar nga parimi, përtej interesave vetjake. Akoma, hapësirë e madhe për të mësuar nga ai. Kë bën figurën e tij edhe më të veçantë. Ai ishte shkencëtar që formonte mend, por edhe një qytetar dhe burr shteti që në një kohë të trazuar kërkonte arsye, ekuilibër dhe përgjegjësi. Përsëri, ndryshe nga rrjedha, ndryshe nga të tjerë. Në sytë e mi, kjo ishte vazhdimësia e së njëjtës shkollë. Qartësi në mendim, dinjitet në veprim dhe besim se ardhmja ndërtohet përmes njerëzve. Përtej asaj që të ndan, përmes asaj që të bashkon. Edhe nga larg, vazhdova të mësoj prej tij. Jo vetëm nga çfarë thoshte, por nga mënyra si qëndronte, si gjikonte dhe si e mbante përgjegjësinë. Aty kuptova se shkolla e tij nuk ishte vetëm shkolla e fizikës, ishte shkollë mendimi, karakteri dhe dinjiteti. Në jetën tonë profesionale kemi njohur shumë pedagog, studius dhe kolegë, por ka disa njerëz që mbeten gjallë në kujtesë, jo vetëm për atë që dinë, por për mënyrën se si jetojnë dijen. Profesori Xhamedani është një prej tyre. Unë pata fatin ta njoh fillimisht si pedagog, më pas si koleg dhe me kalimin e viteve të kuptoj edhe më mirë dimensionin e tij shkencor dhe njerëzor. Një ndër kujtimet më me vlerë lidhet me periudhën e qëndrimeve tona në qendrën shkencore fizikës teorike në Trieste vitën më parë. Ishte një mjekësi i jashtëzakonshëm akademik, ku takoheshin studius nga shumë vende të botës me ide kulturore dhe përvoja të ndryshme shkencore. Aty, gjatë referimeve dhe prezantimeve të ndryshme, profesori debatonte vazhdimisht, pyeste dhe jepte mendimin e tij për çështje ndryshme, duke nxitur her pas here diskutime të vërteta shkencore. Me sa e kam ndjekur, edhe në periudhat kur mbajtja angazhime të rëndësishme shtetërore dhe politike, nuk u shkëput në këtë pasion. Përkundazi, vazhdoj të shkruaj, të diskutoj ide, të takoj kolegë dhe studius, dhe të ruaj të mbaj gjallë kërkimin shkencor. Unë pata ndjenje dhe pranova me entuziazëm të jem botësimetës tim me 4 libra, të cilën e konsiderohet një arritje të rëndësishme për botësimet në fushën e fizikës me gjuhën shqipe. Mund të them se kemi të bëjmë me një vepër serioze dhe të menduar me kujdes, ku trajtohen tema që kanë shoqëruar gjithmonë kurrëshin njerëzor: universi, koha, materia, lëvizja dhe evolucioni i gjithësisë. Kjo vepër përshkruan pikpamjet bashkëkohore shkencore të fizikës mbi zanafillën e universit, rrugën që ai ka përshkruar dhe alternativat e së ardhmës së tij. Këtë çështje lidhet ngushtë jo vetëm me kurrëshin njerëzor, por edhe me vetë ekzistencën e njerëzimit. 4 libra janë gjithashtu një ftesë për të menduar, për të pyetur dhe për të parë më thellë botën që na rrethon. Dhe kjo në fund fundit është një nga misionet më të bukura të shkencës. Ajo që bën këtë vepër të veçantë është mënyra të shkruar, me qartësi, korrektësi shkencore dhe një gjuhë të kuptueshme dhe për lexuesin jo specialist. Vepra mund të lexohet e kuptohet si në tërësinë e saj, ashtu dhe përmes pjesëve të veçanta të shkëputura prej saj. Uroj profesorë Xhamedani shëndet, jetë gjatë dhe energji për vazhduar të shkruash, të ndash dije dhe të frymëzosh brezat të rinj. Urime për të vepër të rëndësishme. Pas vitit 2000, rruga ime profesionale ndryshoi drejtim. U largova nga karriera akademike dhe hyra në industri, në teknologji. Por lidhja me profesor Xhepin nuk u ndërprej kurrë. Mes Shqipërisë dhe Zvicrës, takimi me të mbetet një nga ato momente që jo vetëm më rikthejnë terrenit, por akoma më shumë. Me kalimin e viteve, kam parë se mendimi i tij është zgjeruar natyrshëm. Fizika ishte gjuha e tij për të kuptuar realitetin. Por tashmë, mendimi i tij është hapur drejt diçkaje edhe më të gjerë, drejt një filozofie të natyrës, të mendjes dhe të botës që na rrethon. Dhe ndoshta kjo është një arsye shtesë pse ai vazhdon të jetë kaq i rëndësishëm për mua, sepse prej tij nuk mora vetëm një formim profesional, mora një mënyrë për të menduar, për të parë përtej dukjes, për të kërkuar thelbin dhe për të ndërtuar zgjidhje. Në këtë ditë të veçantë, dua t'i shpreh profesor Xhepit mirënjohjen time më të thellë. Për mua, ai ka qenë më shumë se mentor, më shumë se babai im profesional. Ai ishte një pjesë
themelore e asaj që jam sot. E uroj me gjithë zemër për këtë veprimtari, për veprën e tij dhe për gjurmët e jashtëzakonshme që ka lënë te njerëzit që ka formuar. Atëherë kalojmë në kafe, një pushim të shkurtër, edhe pjesa e dytë besoj do të jetë po kaq interesante. Kështu që ju ftoj që të vazhdojmë me pjesën e dytë pas 15 minutash, ju lutem.